Fjalët zën vend kur kthehen në vepra, dhe 2 aksione të tilla BKH i bëri gjatë javës që lan pas. I pari ishte në Elbasan, duke kontrolluar zyrën e drejtorit të ujësjellësit të Elbasanit, i angazhuar edhe në fushatën elektorale të PS-s, ndërsa tjetra ishte në Fier. Por ky i dyti duket se nuk shkoi mirë. Sipas njoftimit për shtyp të SPAK, njoftohet se agjentët e BKH-s janë dhunuar nga ana e disa personave që në media u raportuan si mbështetës të kandidatit për deputet Agron Kaplanaj. Byroja Kombëtare e Hetimit konfirmon sulmin që ndodhi mbrëmjen e datës 15 prill kundër hetuesve të Byros Kombëtare të Hetimit dhe oficerëve të Policisë së Shtetit në qarkun e Fierit. Hetuesit e BKH-s dhe efektivët e Policisë së Shtetit po kryenin detyra hetimore të deleguara në kuadër të një hetimi të strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Hetuesit e BKH-s dhe oficerët e policisë po kryenin detyrën, janë sulmuar pa asnjë motiv nga persona tashmë të identifikuar dhe shoqëruar në drejtorinë vendore të policisë në Fier. Për të luftuar krimin zgjedhor, SPAK ka ngritur një platformë të posaçme, si edhe nënshkruar një protokoll bashkëpunimi ndërmjet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe Prokurorisë së Përgjithshme, ku Dumani njoftoi se po vinë rezultatet e para. Gjithashtu, ne kemi krijuar në faqen zyrtare një model denoncimi nga publiku, ku kemi patur raportime për raste konkrete dhe vlerësohen nga një grup pune ngritur në prokurorinë e posaçme. Për e parë duhet evidentuar dhe është e qartë angazhimi i 3 institucioneve, kuptohet në përmbushje detyrime ligjore dhe kushtetuese, prokurorisë posaçme, prokurorisë së përgjithshme dhe prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm, në qartë që ku ato ushtrojnë kompetencën toksore, si edhe KQZ-s. Suksesi nuk është diçka që mund të arrihet kollaj në një vend ku lufta ndaj korrupsionit ka qenë diçka surreale. Pushteti politik në shumë raste ka prevaluar mbi çdo pushtet tjetër të pavarur, edhe ndaj vetëdrejtësisë. Dhe ndryshimi i kësaj status quo-je ishte fillimi i një lufte ndërmjet politikës dhe drejtësisë së re. Po pse o Palacio ka frikë Ilimeta nga burgu yt? Po Ilimeta nga burgu do ta shpërbëj atë celulë kriminale që është atje, o Palacio. Po një institucion që është jashtë çdo kontrolli, është një institucion për të shkruar me çdo kush. Po më SPAK-u nuk është Vatikani. Një kërkesë të tillë për standarde demokratike? Se kur thonë Tiranë se do njoftemi çik si shumë. Liderët politik në momente të caktuara kanë lënë mendjanë çdomëri që kishin ndaj njëri tjetrit dhe janë vendosur në sinkron për të akuzuar SPAK-un, herë institucionin, e herë me emra prokurorësh. Dhe këto sulme u evidentuan nga Altin Dumani si problematik në veprimtarinë e institucionit. Problematika e parë që ka shoqëruar punën e SPAK gjatë vitit 2024 ka qenë presioni jashtëm ndaj institucionit, gjendur shpesh edhe në mes të sulmeve apo të debatit. Por e ka penguar kjo qasje politikës veprimtarinë e SPAK? Dumani thosë se jo, duke nënvizuar se kuadri ligjor garanton pavarësinë e institucionit. Ne jemi ndeshur, siç besoj gjithë jeni dhe ju dëshmitarë se të vend jetoj. Institucioni është ndeshur her pas here në sulmin e subjekteve politike, mediave dhe patjetër ne kemi përballuar vetëm në mënyrë ligjore, duke mos u impaktuar dhe duke mos u ndikuar në shqip, duke mos u ndikuar nga këto sulme në punën tonë, duke u përpjekur që pavarësisht sulmeve apo uditjeve në fojzave që i jepen institucionit, ne duhet të udhëhiqemi nga objektiviteti dhe nga lishmëria në kryen e veprimeve hetimore dhe në marrjen e vendimeve